Deti mbas, Musa a.s. me shokët edhe Firauni para. Derisa shokët e vet i kanë thonë, o Musa, na kanë zanë. Ku me shku? Para është ushtria, ne jemi këtu, mbas o deti, ku me shku? Mo jetë në det, ku me shku? Çka i thot Musa në të raste? Kalla. Asesi. Inna ma'ya rabbi seyahdin. Me mua është Zoti. Ai do të më gjen rrugdalje. Tamam, ne si besimtar, kur na vështirësohet kaq shumë gjendja, a i kena këtë bindje? A jena të bindun? A je i bindun në atë moment kur të shtohet zullumin maksimum se Allah subhanahu wa taala nuk të ka tradhu dhe do ta çon ndihmën, ashtu si është më mirë për ty? Problem. Realisht problem. Andaj, në ato momente që deti kalon Musa, Allah subhanahu wa taala nuk e le vetëm që të shpëton Musa dhe populli i tij, e kalojnë detin e kry punën. Ja, ka thënë ka dale. Se kena punë tash me zullumçarët. Vazhdo ti Musa, mos kërko të mbyllet deti, vazhdoni ju se kjo ushtri do të fundoset. Pastaj Allah subhanahu wa taala ç'a thot? Kam taraku min jannatin wa uyun. Sa kopshte dhe lumej dhe burim, do me thonë sa kopshte dhe burime kanë lanë. Shifni edhe sot. Ky Firauni të cilën e largun, sa pallate, sa kopshte, sa burime ka lanë. Sa pasuri ka lanë mas veti. Thot, wa zuruin, wa maqamin kerim, dhe të mbjellja dhe vendqëndrimet bukra, ti çuditesh njerëzit çfarë gjendje kanë jetuar, çfarë gjendje ka jetuar. Dhe thot Allah subhanahu wa taala, wa ni'matil kanu fiha fakihin, thot dhe dhuntinë të cilat ato ishin kënaqur. A e shef 100 lloj veturave të mashtrenjta, bazene, pasuri të ndryshme, më thonë, sende të cilat ato janë kënaqur në atë vetën. E njëjtën e ka pas edhe Firauni, thot Allah subhanahu wa taala. Në këtë mënyrë. Çka ka lënë? Këta ka lënë edhe ai, normal e ka qenë tjetër nivel. Thot kedhalika wa warathnaha qauman akharin. Kështu thot të gjithat pasuritë të cilën ato e kanë pas, ne ja lëm trashëgim një populli tjetër. Kanë ardhur tash, këtë kanë marrë, domethënë komplet e ka marrë dikush tjetër. Edhe përfundon Allah subhanahu wa taala thot fama bakatis sama'u. Thot fama bakat alayhimus sama'u wal ardu wama kanu munzirin. Thot dhe për ata wama kanu munzirin, thot për ata nuk qau as qielli as toka dhe për ata ma nuk ka afat. Pra kërkush as në tokë, as në qiell nuk është mërzit pse ato ma nuk janë. Pse zullumçari ma nuk është. Kështu ishte rasti me Firaunin, që Allah subhanahu wa taala e shkatroi dhe nuk i dha as pak afat. Po këtë kena edhe rastin sot, ku Allah subhanahu wa taala largoi zullumin, pasurinë e tij ja la një popull tjetër dhe s'patën mundësi që të kthehen. Ndërsa sa i përket afatit të pendimit tek Allah subhanahu wa taala është mes tij dhe Allah subhanahu wa taala.